Renea dështoi sërish për të gjetur dhe arrestuar Elion Haton, i cili është i shpallur në kërkim që në vitin 2023 në kuadër të dosjes Metamorfoza. Në mbrëmjen e të shtunës dhe gjatë natës duke u gdhire diela, forcat speciale kanë ushtruar kontrolle në disa zona të Shkodrës dhe në njësi administrative, por pa sukses. Gjatë aksionit, efektivët shoqëruan 5 persona për t'i marrë në pyetje, mes të cilëve edhe vëllain e Elion Hatos. Burime bëjnë me dije se gjatë operacionit është gjetur edhe një shtëpi bari në njësinë administrative e Rrethina. Edhe më herët, Renea ka ndërmarrë operacione në Shkodër dhe Tiranë për arrestimin e Elion Hatos, por nuk ka mundur ta gjejë atë. Hato është akuzuar për ngjarjen e bujshme në zonën e ish-bllokut në vitin 2018, ku mbeti i vrarë Fabiol Gaxha. Vet Hato, që njihet si miki i Ervis Martinajt, mbeti i plagosur në përplasjen me armë. Në korrik të vitit 2023, Elion Hato u shpall në kërkim nga SPAK së bashku me Ervis Martinajn dhe Behar Bajrin, ndërsa u arrestua Pëllum Gjoka dhe shoqëruesi i tij Edmond Preka. Ata akuzohen për vrasjen e gjindoit me porositës Ervis Martinajn.